Unë personalisht merrem me blet, kam qenë ushtarak dhe jam në pension tani. Dhe kam një 56 vite që merrem me blet. Bleta do një qik punë, do të kesh një qik durim dhe duhet të bën me ilaçe në mënyrë të jashtëzakonshme. Mbrapa në 86-87 mora një 2 blet dhe i kam zhvilluar e kam bërë mbi 200 ca cop. Blet, ne këto merrem. Shitin e kemi të garantuar, do me shesim të njerëz me porosi, nuk kemi patë probleme. Ilaçet e kemi qi problem, se ilaçet nuk janë edhe të rregullta, po qeret i përgatisim i bëjmë vetë se edhe ti blesh të tëras si a dilet. Ju përgëzoj shumë për punën që bëni, punë e palodhur, sepse këto janë delikate vërtet siç thatë ju. Po prodhimet e kësaj zone janë unikale, i kërkojnë gjitha kërkesë tregu në rritje. Bashkia do jetë në ndihmën tuaj për t'u zhvilluar, për t'u ardhur në ndihmë për çdo nevojë që keni. Këto prodhime madje interpelenet i bëjmë brend në gjithë Shqipërinë dhe turistët që vinë të jenë të motivuar për të ardhur për të provuar prodhimet bio të kësaj zone. Jam shumë falënderues për përkushtimin tuaj. Urinë, suksese, mbar, shëndet. Nuk do lodhemi duke ju ardhur në ndihmë për çdo problem që keni, që ta shtoni, ta përsosni më tej këtë punë. Faleminderit.